Numërimi mbrapsht për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës ka hyrë në fazën vendimtare, ndërsa deputetët kanë në dispozicion vetëm 5 ditë për të arritur një marrëveshje politike. Deri më tani situata mbetet e bllokuar pasi nuk ka konsensus mes shumicës dhe opozitës për emrin që do të marrë drejtimin e shtetit. Nga radha e lëvizjes vetëvendosje janë propozuar 2 kandidat, Glau Konjufska dhe Fatmire Mullhaxha Kolçaku. Por këto kandidatura nuk kanë gjetur mbështetje tek partitë opozitare. Këto të fundit kanë paralajmëruar bojkot të seancës duke argumentuar se presidenti duhet të jetë një figurë unifikuese dhe jo një përfaqësuesi i drejt për drejt i një force politike. Pavarësisht kësaj, përfaqësues të shumicës shprehen të hapur për marrëveshje me seancën dhe i bëjnë thirrje opozitës të propozojnë alternativa në mënyrë që të shmanget një krizë institucionale. Megjithatë, qëndrimet mbeten të largëta dhe mundësia për kompromis duket e vështirë. Afati kushtetues i vendosur nga Gjykata Kushtetuese e Kosovës ka dhënë me 28 prill. Nëse deri atëherë nuk arrihet zgjedhja e presidentit, vendi do të detyrohet të shkojë në një zgjedhje të parakohshme parlamentare, duke hapur një tjetër cigull pa siguri politike. Zhvillimet e ditës në vijim pritet të jenë vendimtare për stabilitetin institucional në Kosovë, ndërsa presioni mbi klasën politike rritet për të gjetur një zgjidhje që i shërben interesit të vendit.